Pas lirimit nga detyra të drejtuesit aktual të Policisë së Shtetit, Ministria e Brendshme ka nisur procedurën për zgjedhjen e kreut të ri të uniformave blu, duke shpathur publikisht thirrjen për kandidatura. Afati i aplikimeve do të mbetet i hapur deri në 11 mars, ndërsa dokumentacioni dhe kushtet janë publikuar në faqen zyrtare të institucionit. Sipas kritereve të përcaktuara, aplikantët duhet të kenë grad drejtuese të nivelit të mesëm në strukturat policore, të jenë shtetas shqiptar dhe pa precedent penal apo masa disiplinore në të kaluarën. Po ashtu kërkohet të mos kenë konflikt interesi në ushtrimin e detyrës dhe të plotësojnë kushtet shëndetësore për të mbajtur një funksion kaq të lartë përgjegjësie. Çdo kandidat duhet të paraqisë një kërkesë zyrtare me shkrim të shoqëruar me jetë shkrim profesional, një platformë me objektiva konkrete për drejtimin e institucionit, si dhe vetë deklarime për pasardhësinë e figurës, formimin akademik dhe gjendjen pasurore. Këto dokumente do të shërbejnë si bazë për verifikimin e integritetit dhe kapaciteteve drejtuese. Pas mbylljes së aplikimeve, Ministria do të publikojë listën e emrave që kanë shprehur interes. Më pas, një komision i posaçëm do të shqyrtojë për rreth 10 vjet plotësimin e kritereve ligjore dhe profesionale, duke kaluar çdo kandidat në sit përmes kontrolleve të dokumentacionit dhe intervistave dëgjimore. Në fazën përfundimtare, aplikantët do të përballen me një seancë vlerësimi ku do të pikëzohen mbi performancën dhe vizionin e tyre. Renditja përfundimtare do t'i paraqitet ministrit për vendimarrjen finale. Kjo është hera e dytë që zbatohet kjo procedurë konkurruese për emërimin e kreut të Policisë së Shtetit, një praktikë që synon të rrisë transparencën dhe profesionalizmin në drejtimin e një prej institucioneve më të rëndësishme të sigurisë në vend.